Një kategori e njerëzve me fjalë Zoti, me fal, a mund të parangojë me fjalën e atij i cili e ka kriju këtë. Me fjalën e atij i cili e ka kriju njeriu, s'nuk udhzohet. Thot Allahu xhelalu ala, ku ka problemi? Allahu a ka vulos zemrat e tyre. Pse nuk tha njëherë, po ndoshta s'kan një mirë, ndoshta s'kuptojnë mirë, ndoshta trupi ngabim u kontune shtrend. Jo, zemrat u a ka vulos. Pra ku mbyll kanali për me hije udhëzimi, pika e udhëzimit, ku bie vëzër pika e udhëzimit? Në zemër. E atëherë vëzër, nëse pikat e udhëzimit bie në zemër, ti dush me bo hazër zemrën më kanë qelë. Se vjen udhëzimi Allahut, me bo me ta qelë zemrën më qelë, nuk dhez, nuk ka tokë pjellore. Andaj thëtë Allahu xhelalu xhelalu, khatem Allahu ala kulubihim wa ala sam'ihim. Pas e ka thënë edhe në veshët e tyre, edhe në shikimet e tyre. Thëtë Allahu xhelalu xhelalu, wa lahum adhabun adhim, dhe ata kanë dënim të madh. Allah në rujnë nga dënimi Zoti xhelalu xhelalu. Kur i ka përmendë Allahu xhelalu xhelalu hipokritat në Kur'an, në surën Al-Baqara ajeti i 10. Zakonisht njeriu, për shembull vëzër, duhet ta diskuton këtë meselë. Si bëhet njeriu hipokrit? Pse bëhet njeriu hipokrit? Apo mund është çka dush me than, Allahu xhelalu ala e ka pru në një ajet. Në ajetin 10, surën Al-Baqara, për shembull, a mund ta parametë vëzër, sahabët e pejgamberit sa të sinqert, paganët të dukshëm në kufrin e tyre, dhe një kategorinë mes, as i sinqert, as qafir i hap, midis musliman për jashtë, qafir për mrejna, munafik në termi xheriatik. Pse u boki munafik? Thëtë Allahu xhelalu xhelalu, fi kulubihim marad, sepse në zemra kanë smuje. Sepse në zemrat e tyre kanë smuje. Ku o problemi? Te zemra. Sigur ata ta ndreqnin zemrën, nuk do të ishin munafika. Thëtë Allahu xhelalu xhelalu, fezadahumullahu marada, Allahu ashtoi edhe më shumë smundjen. Ibn Qayyim el-Juzeyri vëzër, tani do të përmend me shumë nga fjalët e Ibn Qayyim, nga se kjo o mirë me këtë punë shumë, rahmetullahi alej, Allah e pas mëshiruar. Ibn Qayyim el-Juzeyri ta huazemi tekst kur përmend smundjen e zemrës e krahason me smundjen e trupit që me përfitu njeriu, çish i smund njerit zemra. Edhe çish pasaj ka simptoma. Por shembull thot Ibn Qayyim el-Juzeyri, a keni pa njëri kur ai smut? A keni pa kur ai njëri i smut? Edhe ja mush trezën me ushqime të mira. I bie çka të mos, prej më të mirave ushqime. Edhe i thuhet smutit, a pe di që kjo e mirë? Çka thot? Ha po shumë mirë pe di po. S'po ma ban lukthi se jam i smut. Andaj ti e shef për shembull kur njeriu është i smut, i thu merre haje, nuk po muj. Që kjo nuk po muj edhe në fizik, o edhe në zemër. Ti a jep ajetin i thu, a pe shef që o hak? Po pe shef, po s'po ma ban, e që kjo s'muj edhe zën. Në do flasim e lejnë Allahu te bareke ve teala te pjesa e dytë e këtij vargut, por smundjet. Pse një njeri për shembull e dëgjon ajetin, e dëgjon hadithin, i dëgjon faktet dhe s'ka rrugdalje, prap nuk nënshtrohet, thot Allahu xhelalu ala, se në zemra ka smuje. Pa ja hek i letin, ai nuk bindet. Dhe kjo vëzëro shumë prej neve për shembull. Për shembull, cili prej neve vëzëro nuk e din se për shembull namazin në xhami, për shembull për njerëz që falin 5 kohë. Që namazin në xhami 5 vakte shumë më i shpërblyer te Allahu xhelalu ala se sa namazi vet. 27 me 1. Supozoj e kështu që e kemi përmend nga fjalët e dietarëve, nëse një artikull tyje qitet 10 denar apo 10 euro të marrin në një vend, pak më anena, një kilometër më ane, i njëjti artikull shkon 270 euro. Cili njëri me mend thot pesha si tu 10? A ka njëri me mend që thot pesha si tu 10? Jo, po thot bibaj thot 1 kilometra, po i shes 270. Ama kur vinte namazi dhe pse nuk e bojnë atë njëjtën? Mi thon dikujt, a nuk pedeja? Jo, thot e di. E kum nip jo xhallarë, që namazi me xhamat 27. Pse nuk mujna vëzër? Fi kulubihim marad, ka smunja ka zemra smundje. Derisa nuk i largon smundje vëzër. Andaj gjithmonë nxjerrë me fizikë është aty se si rregullohet sa shpejt çështja e kuptimit. Në surën Al-Baqara, Allahu xhelalu kur i përmend jehudit dhe kufrin e jehudive, Allahu xhelalu përmend në fjalë të tyre që e kanë thënë. Thot Allahu xhelalu në surën Al-Baqara ayet 93, qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Thot Allahu xhelalu, than jehudit dëgjuam dhe nuk u bindëm. Shumë është interesant. Dëgjuam, pra e kanë dëgju Musën,
alayhi salatu wassalam, e kemi dëgju këtë qartë, prerë, dukshëm, rrjedhshëm, çka po fol, por nuk bindemi. E tani zakonisht parashtrohet pyetja, pse? Pse nuk po bindesh? Pasi e ke dëgju qartë, xhenetin, xhenemin. Allahun me Tevrat e kanë pas të qartë. Thot Allahu xhel xelalu, wa ushribu fi qulubihimul ijl. Sepse zemrat e tyre, vini revëzë, zemrat e tyre e kishin pi, ushribu, e kanë pi kufrin. Për shkak të kufrit të tyre, zemrat e tyre e kanë pi adhurimin e viçit. Vini re, e kanë pas Musën, i cili ka thirrë te Allahu. Zemrat e tyre janë mush me dashni për puta. Ju ka lidhë zemra për viç, sikur që ju lidhë plot për njerëzve. Ma i shtrajt, e kemi përmejnë shpesh, ma shtrajt e ko telefonin e vetë, si sa zemrën e vetë. Por që me bo pak mi u thi telefoni, apo keri, apo gjami, apo roga mi u vanu, apo dë një pare mi u hup. I tranon këtë shpijës, këtë antarë të shpijës. A i ka ik namazin në gjami, ju ka prish zemra baba kjetë, katran e ka, nuk e ka problem, kur kujt nuk i përtet. Pse? Sepse të kjo është ma e madhe, u shribu, e ka pi zemrën e vetë dashnin për materialin. A në dhe zë njëri është me zemrën e vetë, jo me dukjen e vetë. Thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu në surën e Al-Baqara, ajetin 118. Thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, kër i përmen qafirat ndër histori. Qafirat ndër histori. Thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, këdhalike kale lëdhine min qablihim mithla qaulihim të shabahet kulubuhum. Thotë Zotë jonë të bareke vë tjara për qafirat. Thotë, kanë thanë qafirat, për jehudit e ka këtu për qëllim, e kemi morë në surën e Al-Baqara ajetin 118, kanë thanë, si doje Allah i mi besurit në dale karshi, ti të folna me ta. Të folna me ta. Ve kali ledin e la e lemuna, le u la ju kellimun Allahu. Kanë thanë ata të se nuk kanë dije, gjahila, ignorant, kanë thanë, si doje Zotit, pësë përna folë, si doje mi besurit. Vini reja Allahu gjë ku e këthem problemi. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, qështu kanë thanë edhe qafirat me herët. Pro edhe brezat me herët, prej paganëve dhe pabesimtarve, nisoj ka thanë. Ku është problemi o Zot? Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, të shabahet kulubuhum. Të smuta zemrat i kanë bos këtë nisoj. Nisoj i kanë zemrat. Në gjajshën i kanë këtë zemra me atë zemra. Po ku ka problemi? Te zemra. Në surën Ali Imran, se në ajete komentuam, ajeti 7, të këvargu i tefsirit të surës Ali Imran, thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, për njerëzit të cilët i ke shpërdorin ajetet për epshet e veta. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, fa emma alladhina fi qulubihim zayghun. Sa i përket atyre të cilat në zemrat e tyre, vini vëllezër, në zemrat e tyre kanë lajthitje. Si lajthit o vëllezër zemra? Si lajthit zemra? Lajthit vëllezër sikur që lajthit syri, sikur që lajthit dora. A mund të shtremon dorën? A mund të shtremon diçka materie? Po. A e shtremon rrugën ti? Qysh jetu e drejt lakon? Djath tas majtas e kështu me radhë. Kështu vëllezër lakon edhe zemra. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, sa i përket atyre të cilët në zemrat e tyre kanë lajthitje, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitna wa ibtigha at-ta'wili, ata pastaj kërkojnë që ajetet që Zoti Gjelle Gjelalu i ka vënë të paqarta për një numër të njerëzve, ata kërkojnë me vë spro fitne për njerëzit, pro ti devijojnë e ti degradojnë njerëzit dhe në emër të kërkimit të interpretimit të këtyre ajeteve.